zanafilla e saj është për aktivitetit humanitar, që është një gamë e madhe e aktivitetit që ka bërë Bashkia Islame para luftës, qoftë edhe me medresen, me atë këshillin emergjent që u quajt para luftës, kontributin edhe në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, që popullata jonë është shumë e njohur për këtë punë, e pas luftës, domethënë janë krijuar rrethana tjera dhe është dashur që të regjistrohet në organet atëherë të UNMIK-ut, Shoqata Bereqeti dhe Bashkia Islame më një herë ka institucionalizuar punën humanitare dhe ka themelu Shoqatën Bereqeti, dhe që nga pas lufta domethënë ban emrin me shumë respekt Bereqeti, që ka dhe kjo një simbolik të vetën, që në çdo punë dëshirojmë që të kemi bereqet, qysh edhe e pat bereqetin këtë vend, ose do ta shihni edhe në disa sektore tjera. Kështu që bereqeti po shpërndahet ato ku ka nevojë në gjithë territorin e Kosovës, por jo vetëm territorin e Kosovës. Ne jemi prezent me aktivitete humanitare edhe në luginën e Preshevës, Medvegjën, Bujanovs, por jemi prezent edhe në Shqipërinë Veriore, në Krum, Kuks, në Bajramcur, në Tropoj, që i kemi vëllezër tonë edhe kudo që ka nevojë, na do të jemi me aktivitete humanitare aty. Fillojmë pak te pas lufta. Janë mbështet shumë prej kësaj shoqate edhe stafet, qoftë të universitetit, qoftë spitaleve, qoftë shkollave të ndryshme, edhe me ushqime, edhe me veshëmbathje, sepse si vendi pas luftës, natyrisht çdo kush ka pas nevojë për diçka. Bashkia Islame e Kosovës nëpërmjet Shoqatës Bereqeti, gjithherë me mbështetjen e donatorëve dhe të jashtëm, ka ndërtuar shumë shtëpi mas luftës, ka ndërtuar edhe ambulanta të ndryshme, por edhe ju ka gjendë edhe me teknikë, domethënë qoftë edhe në bujqësi edhe në blegtori ka kontribuar jashtëzakonisht shumë. Kështu që edhe ajo arkivat që na e shpalosën para juve, ka dokumentat të cilat kanë marrë ndihmë njerëz të sot që janë ndoshta edhe nivelet shumë të larta qeveritare, kanë marrë, pa ajo për neve është kjo ndihmën që e kena bë ose që vazhdojmë me bë, e llogarisim që kemi obligim. E thatë edhe ju në gjatë bisedës që e bënëm që ndoshta publicitetin nuk e kemi pas edhe shumë, edhe nuk mërzitemi shumë na për publicitet, sepse Kosova është e vogël, qoftë për punë të mira kur të bëhet, po edhe qoftë edhe për punë të jo të mira, kështu që vazhdojmë ta ndjejmë që kemi obligim të ndihmojmë shtresave nevojtare në Kosovë dhe këto po e vazhdojmë, edhe në takimet e rregullat që i kemi na me koordinatorët tonë, flasim këtë drejtim që ne e kemi obligim të ju ndihmojmë këtyre njerëzve, edhe me ndihmën tonë nuk guxojmë që ta cenojmë dinitetin e njerëzve, por ata të ngrisim edhe me dinitet, nëse sot ju ndihmojmë, kena pas raste shumë brenda shoqatës tonë, ndoshta para 15 viteve kur e kena ndihmuar një familje, asoj familje pastaj ju kanë hap rrugët, edhe ajo tash është donatore e rregullt e shoqatës tonë. Pastaj e kemi edhe atë lidhsen që e bëjmë mes donatorit edhe familjes nevojtare. Ka njëherë kemi donatorë të cilët thonë këtë familje heke prej listës së ndihmave, sepse unë si familje kujdesemi për këtë familje në shumë drejtime. Dhe kjo neve na bën shumë më të lumtur edhe krenar. Krejt kjo natyrisht që ta krijon një emocion pozitiv, edhe kur ishe njerëzit që janë çka të gatshëm me bë për njëri tjetrin. Kjo t'jep edhe ma shumë forcë edhe ma shumë vullnet për me vazhdu tutje. A keni ndonjë statistikë se njerëz kanë kaluar se kanë përfituar nga Shoqata Bereqeti? Natyrisht që është e pamundur ndoshta me pas shifrat, të pas parasysh domethënë atë vrullin e madh të aktiviteteve. Ne po e themi për herë të parë para juve, sepse na kemi raporte edhe të brendshme, si shtam edhe shteti i din këtu, sepse... Pa arkivat, domethënë me centimetrat ndame se cila. Po, ta themi vetëm vitin e kaluar, komplet, me pak ushqimore, me veshmbathje, me mish kurbani, këto që kemi projekte ma kryesore, me ndihmë jetimve kanë kaluar mbi 8 milion euro që kena kontribu na vetëm vitin 2024. Këto po e themi për herë të parë para juve, kështu që kjo është një, domethënë që kjo ndihmë ka prek në shumë familje dhe në shumë organizata mrena Kosovës. Këto e kena arrit. Gjithherë duke i falenderuar edhe miqt që i përmendëm nga jashtë, që janë nga Arabia Saudite, nga Turqia, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nga diaspora, por pa i harru kurrë edhe bizneset kosovare që janë në gjithë teritorin e Kosovës që ndihmojmë forma dhe mënyrat ndryshme për më arrit që ky mbi 8 milion euro që kena kontribuar në 2024 për familjen e